Shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu: unë kam përjetuar ankth dhe frikë në fillimet e namazit, kur kam filluar me fal namaz. Edhe kum pas shumë zënka. Të gjithë këto thotë janë sprova. Me cilin ka pas zënk? Po se ka cek, sigurisht në familje. Domethënë ka pas shumë ankth, shumë ka përjetuar frikë. Edhe zënk. Namazi realisht duhet me qetësu njeriu. Mirë po, këta njerëzit musliman, po them, që udhëzohen, sa të musliman kanë qenë, po që s'janë falë. Në momentin që fillon mu falë, ka mundësi me pas kështu lloj probleme. Pse? Se djalli nuk ka rahat. Nuk knaqet se djalli ti me falë namazin. Djalli ka dëshirë me të lanë tipa familje, me shkororzu, me shtuë, me paksu në fe. Gjithë kretë këto që i përmendëm, janë lojrat djallit. Edhe namazin, e veç kur që, thot, ushtarin e humba. Kështu djalli thot, ushtarin tim e humba. Se ke qenë ushtar ti, çka të ka thonë e ke ba? Mos e respekto babën, ja ke këthi fjallën. Mos e respekto nanën, ja ke këthi fjallën. Mos mëso, s'ke mësu. Mos shka të shpia në kos, nuk ke shku të shpia. Përdore drogën, e ke përdor. Përdore alkoholin, e ke përdor. Këtë shiat. Edhe tash, me një momenti, po nisë mu falë, e njeriu që nisë mu falë, largohet nga droga, largohet nga alkoholi, shkon të shkolla me ko, e kryin fakultetin, e respekton babën nanë, respekton hoxhin, respekton xhamin, respekton kujshin, e djalli nuk rahat. Por atë shkak edhe namazin ta përzin. Në momentin që nisë mu falë, të randon të qka në gjoks. Këtë probleme kanë shumë njerës. Nuk e ka vetëm kjo ose kjo, kush ka bon pyetje. Allahu e përforcoft në udhëzim, po mos i ke gajle. Sa ma shumë thuj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por shembull, jemi në namaz. Të vindë një mendim i keq ose diçka të shtërngane. Shqetësim, po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jo me poshtni digatje. Pështim e lehtë. Kamerës. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E lehtë. Që me habit ose me largu mendimin tënd nga ajo që po t'imponohet. Citje këto për shpëritje. A më kështu sa mine ka cekë, në fillim, thot, shtash se ka. Si cili njeri e ka në fillim. Edhe dikush tjetër mundet me pas fillim. E nëna të folste për si cilin që e ka në fillim. E qartë, po. Edhe fjallën astaghfirullah. Fjalla më Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas, ato vezveset. O Zot na mbroj nga vezveset që vinë minel xhinnet wan nas, nga xhinnet, nga djalli, nga shejtani, edhe njerëzit. Tash ti ke fillu më fala, ma dikujt edhe për njerëzve nuk i duket në rregull. E thot, ma se shekullin 21. Namazi punë e shkretinës, punë e vjetër. Mundohet e me të bon ushtar të vetin, për në du të me qenë ushtar në të aspekt ushtar. Njerëz të përkushtuar ndaj fesë Allah subhanahu wa taala, njerëz të përkushtuar ndaj kombit dhe traditave tona, njerëz të përkushtuar ndaj familjeve tona. Qartë.